Se pensioni minimal nga 120 euro do të bëhet 150 euro. Pensat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, e që janë rreth 400.000, do të rritën për 50%. Ky buxhet për vitin 2026 përfshin rrritjen e pensionit, shtesave për fëmijë, shtesave për lehor, pagesave për të rinj dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletim i reformës asistencës sociale e shumë mbështetje të tjera për familje. Me këtë buxhet rritet mbështetja për barma esenciale, por rritet gjithashtu edhe mbështetja për kulturën dhe për sport. Rritet mbështetja për ndërmarrësit për sektorin privat dhe të bujqit, por rritet edhe për investime në infrastrukturë publike. Mirë po, para se që thash, me këtë buxhet sigurohet qëndrueshmëria dhe bimësia e shtetit tonë dhe e zhvillimit të tij. Megjithëse jemi qeveri detyrë përmes ligjit të qeveri, ku vendi ka paraparë që edhe në situata të tilla, ku formimi i institucioneve mund të zgjasë më shumë se sa që duhet, shteti vazhdon funksionim. Konkretisht paragrafi 5 i ligjit 31 ligjit e parashit që edhe qeveria e cila ka përfunduar mandatin e tij, siç është rasti i një, mund të propozojë buxhetin vjetor para kuvendit, sikurse që është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij ligji. Përveç se po zbatojmë një detyrim ligjor për sa i përket respektimit të afateve për miratim të ligjit buxhetit, gjithashtu përkryejmë obligimin tonë si qeveri në detyrë që shteti të mos mbetet pa buxhet. I takon kuvendit dhe të gjithë deputetëve nga të gjitha subjektet politike që këtë buxhet ta miratojnë para se të shkohet në zgjedhjet e reja, në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e shtetit dhe të mos ndeshemi në situata ku shteti nuk ka buxhet të mjaftueshëm. Tani, sa u përket pikave të tjera të parapara në jetën e sotme, përveç rritjes së pagave në sektorin publik, kemi lajme të mira edhe për sektorin privat, sepse nga Ministria e Financave dhe Transfereve kemi propozimin edhe për rritjen e pagës minimale, rritje kjo e cila do të ndikojë rreth 150.000 të punësuar. Ashtu siç e kam premtuar, sot ka lajme të mira edhe për pensionistët, sepse pensioni minimal nga 120 euro do të bëhet 150 euro, duke filluar nga muaji nëntor i cili fillon nesër. Kjo rritje prek rreth 200.000 pensionistë në kategoritë e pensioneve bazike, ato për personat me aftësi të kufizuara, për të rritur, por edhe për fëmijë, pensionin familjar, si dhe pensionin invalidor të punës. E siç e dini, kam premtuar se do të ketë lajm të mirë edhe për nënat që marrin shtesa të fëmijë. Nga muaji nëntor, shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, e që janë rreth 400.000, do të rritën për 50%. Pra, një nën me 2 fëmijë që këtë muaj ka marrë 20 euro, nga muaji i ardhshëm do t'i marrë 60 euro. Një nën me 4 fëmijë që këtë muaj ka marrë 120 euro, nga muaji nëntor do të marrë 180 euro në muaj e kështu me radhë. Kemi edhe kuvend të konstituar, sot në këtë mbledhje do ta miratojmë edhe dërgimin në kuvend të buxheteve të vitit 2025 për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zubin-Potok, në mënyrë që kuvendi të bëjë pjesë të ligjit për ndarjen buxhetore për vitin 2025 dhe që këto komuna të kenë mundësinë të shfrytëzojnë buxhetin e si vjen, sepse aktualisht ende janë duke operuar me buxhet të vitit 2024 dhe kjo ka sjellë vështirësi të shumta për to. Në rend të ditës e kemi një vendim të rëndësishëm për artin dhe kulturën, për skenën e pavarur në veçantë, miratimin e rregullues mbi kriteret, standardet dhe procedurat e mbështetjes publike financiare për skenën e pavarur kulturore. E hartuar në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin artistik
kulturor, ajo paraqet themelin e reformës sonë kulturë për skenën e fallë.